Në plazhin e Surrileve, ose sikur se njihet prej kohësh si plazhi i Dursakëve, me ngrohjen sinore ka filluar të rritet dhe fluksi pushuesve që e preferojnë dhe që udhtojnë drejt saj. Rruga nga qyteti drejt kësaj zone dhe asaj të Kallmit shpesh të mushet nga makinat dhe trafiku bllokohet. Por ndryshe nga vlerësimi që bëjnë frekuentuesit e kësaj zone turistike me vlerë të veçantë, infrastruktura prit se lë shumë për të dëshiruar. Në pjerësitë e Kodërviles, pranë rrugës, duken grumuj dherash, që janë tharë dhe presin si grumuj potencial urtekësh, që pas shireve të pritshme të rrëshqasin në rrugë, dhe si që ndodhë rëndom, ta bllokojnë atë. Disa herë kemi sjellë në ekran pemë të shkullura me rrënjë që janë afruar rrugës. Ka disa javë që janë aty. Mund të ishin hequr më parë dhe të mos pritej që të rrëshqasin më pas në rrugë. Kërkesave të zonës turistike duhet të përgjigjemi duke bërë punë paraprgatitore për frenimin e rrëshqitjeve. Po ashtu si në këtë pjesë të rrugës, edhe në zonën e Bregdetit, nuk duket gjekundi punë paraprgatitore. Territori i gjirit të plazhit është i vogël, por leshteriket dhe papastërtitë mund të hiqeshin me kohë, që për të mos lejuar shtresëzimin e tyre. Ndoshta vëmendja përqendrohet drejt plazhit të madh, por nuk duhet lënë pasdore edhe ky plazh i veçantë i Dursakëve, elitar, që me gjithë Kallmin përbëjnë në perspektivë një rivierë të veçantë dursake.